ish deklarue i pari i veteranve me një deklarat të themi kundra Albin Kurti. Mas pari, po ja u lexoj lajmin, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. OVL UÇK merr pjesë në marshën e 12 shtatorit, nuk mund të shkojmë kur ftohet edhe Albin Kurti. Dohet me marrin ndërun pjesë edhe Albin Shqiptaria. A peshe që to Albin Shqiptarin? Ishte që ju ka dalë, domethënë, këty në ten ka vserbe për para. I ka dalë në çdo aspekt për me mbrojt pjesën e shqiptarisë. Edhe po ashtu, gjatë kohës ose gjatë asaj ditës që është liru Albin Shqiptaria nga Serbia, krejt Kosova ka po fest, po ashtu edhe shumë politikanë që ta që jenë në pushtet. UÇK-ja e as OVL-ja nuk është pronë e Juvja. UÇK-ja edhe OVL-ja janë shqiptarve, janë shtetit, nuk është pronë e kërkonaj. Ti mundesh me kon kryetar, domethënë mundesh me udhëheq atë pjesë, po kur mos e menon që ka më kon pjesë e jotja. Sikur shteti i Kosovës që është i tonë shqiptarve, që ashtu edhe OVL-ja e UÇK-ja janë shqiptarve. Mos e menoni këtë pjesë që është domethënë pronë e Juvi. Edhe po ashtu, Albin Shqiptaria që dën, po folin atë pjesën që dën edhe kë, ka me marr pjesë. Për arsye që ju nuk keni kërkush, më na kallëzua neve kush me marr pjesë e kush nuk bën me marr pjesë. Që kaq. Çlirimtarët janë tombe. Ata kanë luftuar për neve tombe, nuk kanë luftuar veç për individa caktuar.